Kur e takova për herë të parë, nuk do të kisha menduar kur se pas buzëqeshjes së tij të ngrohtë dhe syve të tij të qetë fshihej një sekret aq i madh. Ardian dukej si burri ideal, i kujdesshëm, i dashur, i përkushtuar ndaj familjes sonë. Jetonim në Tiranë, në një apartament modest por të ngrohtë, ku çdo gjë dukej e vendosur dhe e lumtur. Për 10 vjet, ai ishte partneri im, babai i fëmijëve tanë, shoku im më i ngushtë. Por e gjithë kjo kishte qenë një iluzion, gjithçka nisi të ndryshonte në mënyrë të vogël, pothuajse të padukshme. Ai shpesh vonohej në punë, ose thoshte se kishte takime biznesi që zgjasnin deri vonë. Në fillim, unë ja atribuova stresit të punës. Por diçka brenda meje ndjeu se nuk ishte normale. Telefoni i tij gjithmonë dridhej, por ai e shmangte çdo lloj kontrolli. Më dukej se diçka po fshihej, por nuk dija çfarë. Një ditë, pas një mosmarrëveshjeje të vogël, ai e la telefonin e tij pa e mbyllur në tryezë. Një ndjesi e çuditshme më pushtoi. Pa menduar shumë, e hapa dhe pash mesazhe që nuk ishin për mua. Mesazhe të ëmbla, plot afeksion dhe plane për takime të fshehta. Zemra më rahu pa kontroll dhe një ndjenjë tmerri më pushtoi. Ato mesazhe nuk ishin të dikujt të panjohur, ishin nga një grua tjetër. Një jetë tjetër e fshehur për dekadën e fundit që ekzistonte paralel me jetën tonë të përbashkët. Fillova të ndjej një humbje totale kontrolli mbi realitetin tim. Ai, burri im, babai i fëmijëve tanë, kishte krijuar një botë tjetër ku unë nuk ekzistoja. Në ditët në vijim, çdo detaj i zakonshëm i jetës tonë u bë një provë e fshehtësisë së tij. Takime që ai pretendonte se ishin biznesi, telefonata që ai mohonin të kishin ndodhur, çdo gjë tani dukej një gënjeshtër e rafinuar. U përpoqja të flisja me të kuptoja pse, por çdo përpjekje për të marrë një përgjigje të ndershme përplasej me mure të padukshme, heshtjeje dhe manipulimi. Ai kthehej tek unë i qetë dhe i sigurt, sikur asgjë nuk kishte ndodhur, ndërsa unë ndihesha si një grua që kishte jetuar në errësirë për 10 vjet, duke besuar në një realitet që nuk ekzistonte. Zbulimi i tij ndryshoi gjithçka për mua. Fillova të shija çdo moment të kaluar në një dritë të re, buzëqeshjet e tij gjatë darkave, mesazhet që ai fshihte, udhëtimet e shpeshta që dukeshin të pafajshme, gjithçka tani kishte një kuptim tjetër. Një dhimbje e thellë më përfshinte kur kuptova se jeta që kisha menduar se e kisha ndërtuar me dashuri dhe përkushtim kishte qenë pjesërisht një teatrin i tij personal. Fëmijët tanë, të vegjël dhe të pafajshëm, ishin pjesë e kësaj jete të dyfisht pa e ditur. Çdo moment i kaluar me ta tani kishte shije të hidhur, sepse gjithçka që unë mendoja se po ndodhte për ta, kishte qenë gjithashtu një mas për të mbuluar jetën tjetër që ai jetonte fshehur azi. Më dhemte shpirtërisht të kuptoja se ai mund të ndante dashurinë dhe afeksionin e tij në mënyrë të tillë që unë të mos e kuptoja. Pas shumë netëve pa gjumë dhe ditëve të mbushura me pyetje pa përgjigje, vendosa të ndjek gjurmët e fshehta. Fillova të kërkoj në rrjetet sociale, në mesazhe dhe çuditërisht arrita të gjurmoj vendodhjet e takimeve të tij të fshehta. Një sër vendesh që nuk kishin kuptim për mua u shfaqen në hartën time, kafene, hotele, rrugica të vogla në periferi të Tiranës, ku ai kishte kaluar momente intime me gruan tjetër. Një ditë, pas një zbulimi të veçantë, vendosa të përballem me të në mënyrën më të hapur. E mora nga zyra dhe i kërkova të më shpjegonte gjithçka. Ai filloi me justifikime, me shpjegime të dhimbshme dhe premtime se gjithçka kishte mbaruar. Por unë e dija të vërtetën, 10 vjet gënjeshtra nuk mund të fshihen me fjalë të bukura. Çdo përpjekje për të manipuluar situatën më bëri të kuptoja se ai nuk kishte ndërmend të ndërpriste jetën e tij të dyfish. Për herë të parë në jetën time, ndjeva një urrëtie të thellë. Por krah për krah me urrëtien, u shfaq një forcë e re, një forcë për të mbrojtur veten dhe fëmijët e mi. Fillova të mendoj për mënyrat se si mund ta largoja këtë influencë negative nga jeta jonë. Një pjesë e imja donte të shpëtonte gjithçka që mundej nga kjo katastrofë emocionale. Vendosa të kërkoj ndihmë ligjore dhe psikologjike. Nuk ishte thjesht tradhti, ishte një mënyrë e tërë manipulimi dhe shfrytëzimi emocional që kishte ndodhur mbi 10 vjet. Fëmijët merituan të dinin të paktën se nuk ishte faji i tyre që babai i tyre kishte zgjedhur të jetonte një jetë të dyfish. Gjatë muajve që pasuan, u përpoqja të rindërtoja jetën time. Ishte një rrugë e vështirë, çdo vend që kisha ndarë me të, çdo kujtim i përbashkët, çdo fotografi tani kishte një nuancë të hidhur. Por, për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeva se po merrja kontrollin e jetës sime. Fillova të dal më shpesh, të takoja miq dhe të ndërtoja një rrjet mbështetjeje.
Nuk ishte e lehtë, por secili hap më bëri të ndjehem më e fortë. Çdo histori e tronditshme ka momente reflektimi. Pasi u largova nga dhimbja fillestare dhe ndjeva forcën për të vazhduar, kuptova diçka të rëndësishme: jetët tona nuk mund të kontrollohen nga të tjerët. Tradhtia e tij nuk ishte për të më thyrë mua, por ishte zgjedhja e tij, e fshehta dhe egoiste. Pavarësisht nga dhimbja, unë mund të zgjidh të jem e lirë, e fortë dhe e qetë për veten dhe për fëmijët e mi. Dhe kështu, pas 10 vitesh gënjeshtra dhe tradhti, unë u riktheva në vetveten time. Mësova të besoj sërish tek njerëzit, por mbi të gjitha tek instinktet e mia. Çdo ditë është një hap përpara, çdo buzëqeshje e fëmijëve është një kujtesë se jeta vazhdon. Edhe kur një kapitull i saj ishte shkatëruar nga një tradhti e gjatë dhe e fshehur, historia ime është një kujtesë për të gjithë. Ndonjëherë, njerëzit që na duken më të sigurt mund të jenë ata që fshehin më shumë dhimbje pas buzëqeshjes së tyre. Por edhe pas errësirës më të madhe, gjithmonë mund të gjejmë forcën për të vazhduar. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.